Deri më sot nuk e kemi ditur se mandarina kuron një problem që prek më së shumti moshat mbi 30 vjeç. Falpranisë së kalciumit, kaliumi dhe hekurit në mandarina e bëjnë këtë frut aleat edhe për mbrojtjen e kockave. Mandarina do të favorizojnë funksionet e duhura të trupit, metabolizmit dhe ndihmojnë gjithashtu edhe kundër dekompozimit të ushqimeve në trup. Gjithashtu ato ndihmojnë në thithjen e lëndëve ushqyese më të rëndësishme, duke ndihmuar në tonifikimin e mëlçisë, stomakut dhe gjithashtu shëndetin e zorëve. Mandarina do të stimulojnë ndarjen e qelizave që gjeneron mëlçia e re. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo mund të tingëllojë e habitshme, por ky frut në fakt ndihmon në riparimin e të gjitha veshjeve të jashtme ose ndonjë dëmtimi të madh që mund t'i bëhet trupit tuaj. Mandarinat në fakt janë një frut sezonal i cili mund të ofrojë edhe shumë vlera dhe lëndë të larta ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Me konsumin e këtij fruti, trupi juaj do të marrë vitaminën A, vitaminën B1, vitaminën B2, gjithashtu vitaminën B3 dhe vitaminën C. Po kështu do të marrë nivele të mira të kalciumit, hekurit, proteinave, sheqerit dhe ujit. Përveç këtyre vitaminave dhe mineraleve, mandarinat janë një burim i pasur me folat, gjithashtu edhe me beta-karoten, çka i shton ato edhe si një përfitim mjaft i mirë ushqyes edhe për organizmin tuaj. Falë përbërësve të tyre të lartë, mandarinat janë aleate të mira të kockave, gjithashtu edhe në funksionet e duhura të zemrës dhe në shëndetin e zorëve, ndërsa ndihmojnë edhe në trajtimin dhe lehtësimin e një sër komplikacionesh. Mandarina janë një frut i pëlqyer dhe më i kërkuar në treg, sidomos gjatë kësaj periudhe. Antioksidantët që gjenden me shumicë të mandarinat do të ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq dhe largimin e radikaleve të lira nga organizmi juaj. Shumë të pasura me fibra mandarina do të stimulojnë rënien nga pesha. Nëse konsumoni mandarina rregullisht, tensioni juaj i gjakut do të jetë më i lehtë për tu ekuilibruar dhe për të mbajtur larg gjithashtu edhe komplikacionet në shëndetin tuaj. Vitamina C dhe ky frut do të ndihmojnë në luftën kundër problemeve të inflamacioneve dhe të mushkërive. Vitamina C tek mandarina do të ndihmojë gjithashtu në përthithjen më të mirë të hekurit. Konsumi mandarinave në dietën tuaj në mënyrë të rregullt do të ndihmojë në rritjen e përthithjeve të niveleve të hekurit dhe do të shtojë gjithashtu mirëqenien e organizmit tuaj. Mandarinat janë të mira për shëndetin e zemrës. Ekspertët tregojnë se përfshirja e këtij fruti në dietën tuaj në mënyrë të rregullt do të kthehet në një produkt mjaft të mirë për rritjen e imunitetit dhe uljen e kolesterolit. Antioksidantët që gjenden me shumicë tek mandarinat do të ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq dhe do të rrisin gjithashtu nivelet e organizmit tuaj të shëndetshëm. Lëngu i mandarinave është një zgjidhje shumë e mirë në luftën kundër radikaleve të lira, të cilat do të shkaktojnë gjithashtu edhe komplikacione të shëndetit tuaj në tërësi. Nëse doni të stimuloni një rënje peshe më efektive, mandarinat janë një frut i pasur me fibër dhe për rrjedhoj do ju bëjnë të ndjeheni me stomakun plot dhe do të jeni më të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore. Nëse keni këtë ndjesi, atëherë do të jeni më pak të fokusuar te ushqimet jo të shëndetshme. Mandarinat janë një zgjidhje shumë e mirë për të forcuar imunitetin tuaj. Vitamina C tek mandarinat të ndihmon në luftën kundër ftohjes gripit dhe gjithashtu në rritjen e vlerave të imunitetit. Ndihmon në largimin e toksinave nga trupi. Të vjellat dhe çrregullimet e stomakut mund të lehtësohen me konsumin e rregullt të mandarinave. Mandarinat janë gjithashtu të pakta edhe në kalori. Mandarinat përmbajnë vetëm 47 kalori. Megjithatë, për shkak të madhësisë që kanë, ato ofrojnë edhe më shumë lëndë ushqyese se portokalli. Ato pothuajse përmbajnë të njëjtat vlera, por me cilësi më të lartë, citojnë studiuesit. Gjithashtu, mandarinat janë një zgjidhje produktive për të shtuar në dietën tuaj. Janë një frut i shëndetshëm për të gjitha grup moshat. Shumë njerëz janë të vetëdijshëm rastësisht për përfitimet e ngrënies së mandarinave, por pak e kuptojnë vlerën e saj edhe për ushqyesit e trupit. Mandarinat janë të pasura me vlera të larta ushqyese,
çka do të luajë një rol pozitiv në rritjen e përfitimeve të shëndetit. Mandarinat janë të mbushur me antioksidantë të cilët ndihmojnë në luftimin kundër radikaleve të lira përgjegjëse për formimin e sëmundjeve dhe plakjen e parakohshme. Ato gjithashtu janë në një burim i shkëlqyer i vitaminës A, vitaminës C dhe ekurit, folatit, gjithashtu edhe flavonoideve dhe fibrave, elementë të cilët do të rrisin vlerat e trupit dhe do të mbajnë larg komplikacionet e tij, thonë studimi. Mandarinat janë një zgjidhje produktive edhe për sistemin tuaj tretës. Karakteristikat antioksiduese pa fibra dhe gluten tek mandarinat e bëjnë atë një frut të tretshëm edhe në mënyrë të lehtë. Konsumojeni në mënyrë të rregull dhe do të ndihmoni kundër problemeve të kapslëkut, gjithashtu edhe kundër problemeve të fryrjes. Ndaj përfitoni nga ky frut dhe shtojeni rregullisht në dietën tuaj. Mandarinat janë një zgjidhje shumë e mirë edhe nëse doni të përmirësoni detoksifikimin në organizëm. Si të gjitha frutat e tjera, edhe agrumet të tilla si mandarinat kanë natyrë alkaline, që e bëjnë atë një frut shumë të mirë detoksifikues. Karakteristika alkaline e mandarinave mund të ndihmojnë në pastrimin e trupit nga toksinat e grumbulluara dhe të përmirësojë gjithashtu edhe nivelet e shëndetshme të mëlçisë së suaj. Mandarinat do ta mbajnë shëndetin tuaj të zemrës më të shëndetshme. Mandarinat janë një ushqyes i mirë për shëndetin e zemrës. Flavonoidet antioksiduese ndihmojnë për të ndihmuar në mbajtjen nën kontroll të qarkullimit të gjakut, gjithashtu edhe për të mbajtur arteriet tuaja më të pastra nga pllakat e dëmshme. Përfshirja e tyre në dietën tuaj do të jetë një zgjidhje produktive në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Mandarinat janë një frut shumë i mirë edhe në uljen e niveleve të stresit në mënyrë më natyrale. Përfshirja e mandarinave në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer në uljen e niveleve të stresit dhe gjithashtu në parandalimin e komplikacioneve të tij. Mandarinat mund të ndihmojnë në parandalimin e ndjenjave negative të stresit dhe ankthit duke prodhuar neurotransmetues të cilët do të ndihmojnë ndjeshëm organizmin tuaj kundër shqetësimeve nervore dhe inkurajon një gjendje më të mirë shëndetësore dhe shpirtërore. Përveç përfitimeve të përmendura më herët, përmbajtja e ulët e kalorive dhe fibrave ndihmon gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Por më tepër, nëse blini mandarina çdo ditë në dietën tuaj, do të keni shumë përfitime, të cilat do të luajnë një rol pozitiv në rritjen e vlerave të trupit, citon studimi. Mandarinat janë një frut ideal dhe shumë i lehtë edhe për t'u absorbuar nga organizmi. Përfshirja e tyre në dietën tuaj do të përmirësojnë edhe shëndetin e lëkurës. Mandarinat do ju bëjnë që të keni një lëkurë më të shëndetshme, më të pastër, fal antioksidantëve që përmbajnë duke e bërë lëkurën tuaj më të freskët dhe më të mbrojtur, duke mbajtur larg gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Mandarinat janë një aleat shumë i mirë edhe për buzëqeshjen tuaj, citon studimi. Ulëntimet e kryera në Universitetin e New Yorkut dhe AI i Buffalos kanë treguar se njerëzit të cilët marrin disa ditë doza të mira të mandarinave kanë gjithashtu një qarkullim më të mirë të gjakut në gojën e tyre. Konsumi i rregullt i mandarinave do të sjellë një buzëqeshje më të bukur edhe në dukjen tuaj. Sytë tuaj gjithashtu do të përfitojnë nga konsumi i mandarinave. Sipas Health.com, humbja e shikimit për shkak të moshës është shumë e zakonshme, por në saj të vitaminës C dhe vitaminës A, të cilat gjenden te mandarinat, ju mund të shtyni këtë proces dhe të parandaloni humbjen e shikimit. Një këshill është të hani sa më shumë produkte të pasur me vitaminën A dhe me vitaminën C. Mandarinat janë një zgjidhje shumë e mirë për të forcuar nivelet tuaja të kockave. Një studim i kryer në Universitetin Tufts ka gjetur se grupi njerëzve që konsumojnë më shumë vitaminën C dhe kalium, dy minerale që gjenden te mandarinat, kanë rritur dëndësinë e kockave pa pasur edhe fraktura në të ardhmen e tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.